fundamentalisht është që ne po vazhdojmë me dinamikën e njëjtë, dikun 40 deri 50% po i kapim brenda javës. Ne patëm iniciuar një procedurë tenderimi për ta krijuar një ekip të dytë të kapsëve të qendrës, fatkeqësisht na dështoi sepse nuk pati asnjë operator ekonomik të interesuar. Tani e kemi ripërsëritur këtë procedurë tenderimi dhe po pretendojmë që mas krijimit edhe të një ekipe tjetër, pastaj të kemi mundësi që me 2 ekipe të arrisim numrin e 100 brenda javës, sepse synimi ynë është që gjatë këtij sezonit prej prillit e deri ka shtatori, kur edhe kushtet klimatike janë më të përshtatshme, dita është më e gjatë dhe ka mundësi me u punu më tepër në këtë drejtim, të kemi edhe një numër tepër më të madh të qendrëve të kapur pastaj. Pra nuk është që ka pasur ndonjë intensifikim, ju jeni duke provuar që të bëni në të ardhmen intensifikimin, apo? Jo, po them ne sot jemi krenar që kemi mbri me kap dhe me e trajtuar me dhënë adaptim qenin e 1000, do thotë 1000 qenë brenda kësaj periudhe 9 mujore nuk është një rezultat i cili nuk duhet të çmohet. Mirë po them ne po duam edhe kështu ka qenë edhe planifikuar që të arrisim intensitetin nga 40 deri 50 qenë në javë, që po i kapëm që ndoshta të arrisim mundësinë 100 qenë brenda javë, kështu që ta shtojmë këtë intensitet të kapjes së qenëve. Po vret dukshëm tani për tani do të thotë pavarësisht që kemi akoma qenë në kryeqytet, i kemi 1000 qenë më pak, dhe kjo nuk është pak. Është një rezultat bukur i mirë.